Kjo video mesazh është për të gjithë pensionistët që marrin pension italian nga INPS dhe ju bëj me dije që me datën 20 mars 2025 u hap fushata Existenza in Vita, e thënë ndryshe e gjallësës. Dhe kjo fushatë mbyllet me datën 18 korrik. Ju e dini si procedurë si funksionon, nga banka Citibank e cila ndodhet në Angli, do t'ju vinë një zarf me një formular brenda, të cilit duhet ta lini bosh, mos ta prekni, dhe do bashkohemi së bashku çdo të mërkurë do ikim në ambasadë për ta plotësuar nga një dëshmitar i betuar i ambasadës që ndodhet aty këtë zarf, dhe pasi ta plotësoj ambasada do ta bëjmë shpërndarjen e zarfit, përsëri do ta kthejmë mbrapsht në Citibank në Angli nëpërmjet një poste rakomandata, dhe në këtë mënyrë duke futur një kartë identiteti aty brenda, kështu që banka Citibank bëhet me dije që ju jeni gjallë. Kjo është një formë që për ta zbuluar që jeni gjallë në mënyrë që edhe mos ju ndërpritet pensioni. Në rast se ju më saktë nuk e bëni këtë procedurë, pensioni do të ndërpritet menjëherë, sepse do mendohet që fatkeqësisht keni ndruar jetë. Nuk është e bukur për ta thënë, po jemi detyruar ta themi. Dhe pastaj një fushatë e dytë pritet nga vjeshta dimri, por kemi kod deri atëherë. Në qoftë se zarfi nuk arrin në shtëpinë tuaj për shkak se adresa shqiptare mbase nuk janë të sakta, ose dhe Citibank ndonjëherë nuk e nis zarfin për shkak të harresës, neglizhencës, a nuk e di për çfarë arsye, duhet më kontaktoni që ta kërkoj unë këtë zarf të Citibank, ose dhe mund ta bëni dhe vetë duke ju shkruar një email, duke quar të dhënat e pensionit, numrin e pensionit, dekorenca, pra datën e nisjes dhe një kartë identiteti bashkangjitur e skanuar nëpërmjet emailit, dhe Citibank sigurisht do t'ju përgjigjet duke ju quar këto modul, të cilin sigurisht duhet ta plotësoni kurse si me dhënat tuaja, sepse përndryshe e nxirrni jashtë funksionit si formular. Nëse keni pyetje, ju presim në zyrë ose mund të telefononi në numrin 068 34 48 188 dhe dëgjohemi, miru dëgjofshim.